me sa kam informata shka ndryshim është në kandidatura, është në qëndrime edhe të partive të opozitës. Besoj që kjo është qaron. Po, Zotë Haradinaj, a votoni për një kandidat konsensual nëse e propozon Lëvizja Vetëvendosja? Po, e kem deklaruar dhe ma herët, po. A ka emra cilët Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk i voton, si në këtë rast për shembull e kemi Albulina Haxhiun, a ka të tjerë me të cilët nuk ban kompromis AAK-ja? S'kom menu për shumë tjerë, po ne i kemi qenë dy emra më shumë që me hap rrugë, pra me hap mundësi, me siguri ka dhe tjerë që janë të pranueshëm. A keni marrë ndonjë ftesë nga Vetëvendosja pasi sot e dim që nuk është thirr asaj takime nga Avni Dehari që është bërë parafrakisht në seancat e kaluara? Jo, me sa di s'ka komunikim fare. Ne jemi të gatshëm, pra përfaqësuesja jonë është e gatshme me marrë pjesë në takime, po deri tash nuk e dim që ka ndodhur diçka. Pasi nuk po thirret në takime jashtë kuvendit të Kosovës, çka po kërkon Avni Dehari nëse mund dim në çdo takime që po i marrin me përfaqësues të partive? Sot jam Gjiko. Besoj veç mirëmbajtje të procesit, po ju lodh me çerdhe kryetari.